26 janar, kur gjërat nuk shkojnë si çdoni ju. Çdo hidhësi dhe mlef, dhe zemërim, dhe bërtitje, dhe fyerje, të hiqet nga ju, bashkë me çdo ligësi. Efesianëve 4:31. Shumica prej nesh, për të mos thënë të gjithë ne, e dinë se si është të zgjohesh me mendimin se jeta jon nuk I afrohet as pak asaj që do donim të ishte. Ndoshta, kështu unë dihet kur u zgjuat sot në mëngjes. Fizikisht, emocionalisht, në marrëdhënie, financiarisht dhe madje edhe frymërisht, ne mund të përballemi me ditë veçanërisht të vështira dhe si rezultat të ndohemi të zhgënjehemi. Çfarë duhet të bëjmë? Një vend I dobishëm nga t'ja fillojmë është duke I kërkuar Perëndis mbrojtjen e Tij nga 3 burime të fuqishme të lashesh frymërore, nga vrasësit e heshtur: hidhësia, mëria dhe keqardhja për veten. Këto të trija do ta mbytin ngadalë besimin ton dhe do të kthehen në zili dhe keqdashje ndaj atyre që kanë atë që dëshirojmë ne. Pra, në situatat me të cilat përballemi, të cilat ndoshta I dim vetëm ne dhe Perëndia, kemi nevojë për ndihmën e Tij, që të reagojmë me zemra të buta dhe jo me shpirtra të ashpër. Në letrën e Tij drejtuar besimtarëve në Efes, Pali I inkurajoi. Në fakt, I urdhëroi të hiqnin tej çdo hidhësi, mlef dhe zemërim. Edhe pse kjo është më lehtë të thuhet se sa të bëhet, vetë urdhërimi I Palit është kaq I drejtë për drejtë. Në fakt, nuk ka asnjë urdhër në fjalën e Zotit, të cilit nuk mund t'i bindemi, sado I vështirë të duket, sepse Perëndia gjithmonë I shoqëron me fuqi urdhërimet e Tij. Prandaj, nëse Ai thot hiqeni qafe diçka, ju edhe unë mund të kemi sigurinë se Ai mund ta sjellë fuqinë e frymës brenda jetës sonë për të na aftësuar që ta bëjmë atë që Ai na ka urdhëruar. Nëse jetojmë me zemra të mbushura me hidhësi, mëri ose keqardhje, atëherë mund të fajsojmë vetëm veten tonë. Pavarësisht nga dëshira ime e madhe, nuk mund t'ja lë përgjegjësinë Perëndis. Dikush që mund të kishte argumentuar se rrethanat e saj legjitimuan këto 3 ndjenja helmuese është Ana, historinë së cilës e lexojmë në fillim të librit të parë të Samuelit. Ajo duhet të jetë përleshur me secilën prej këtyre ndjenjave, teksa muajt kalonin njëri pas tjetrit dhe ajo nuk mbetej shtatzën, ndërkohë që çdo ditë e re sillte talljet e gruas tjetër të burrit të saj, si dhe pamjen e fëmijëve që Perëndia I kishte dhënë asaj gruaje. Mirë ajo I mori zhgënjimet dhe treshtimin e saj dhe bëri diçka të mirë me to. Ana u lut. Ajo ja hapi zemrën Perëndis. Dhe, duke e ditur se ai e kishte dëgjuar, ajo u largua e qetë. Edhe pse në atë çast, trupi I saj vazhdonte të ishte shterp dhe rrethanat mbeten të pandryshuara, ati I saj qellor e kishte çliruar frymën e saj. Perëndia e mbrojti Anën nga vrasësit e heshtur, hidhësia, mëria dhe keqardhja për veten, dhe Ai do të na mbrojë edhe ne. Prandaj, nuk ka pse të rini zgjuar natën, duke u munduar të siguroheni që jeta juaj të funksionojë ashtu siç dëshironi. Nuk ka pse të sundoheni nga ajo ndjenjë ankthshme kur zgjoheni dhe nisni një ditë tjetër në rrethana të padëshiruara. Përkundrazi, ju mund t'i shfrytëzoni ato çaste për të mësuar vlerën e lënies së pyetjeve të zemrës suaj dhe të situatave që nuk I kuptoni në kujdesin e Perëndis, I cili, në fund të fundit, është pikërisht vendi ku duhet t'i lini.